Ky takim tashmë është një traditë e çmuar e bashkëpunimit ndërmjet institucionit, Agjencisë për Barazi Gjinore, si institucion ombrell për barazinë gjinore në nivel vendi, i cili këtë vit shënon 20 vjetorin e themelimit dhe Qendrës Kosovare për Studime Gjinore, duke dëshmuar kështu në vazhdimsi vullnetin e qeverisë së Kosovës për të bashkëpunuar me organizatat e grave që kontribuojnë në avancimin e pozitës së gruas në shoqëri. Ky bashkëpunim synon që përveç diskutimit mbi rëndësinë e gjithëpërfshirjes së grave dhe vajzave përmes angazhimit në tregun e punës, të diskutojmë dhe informojmë, por mbi të gjitha të angazhohemi për të drejtat e grave dhe vajzave për qasje në punë me kushte të dinjitetshme. Mos përfshirja adekuate e grave dhe vajzave në tregun e punës nuk është vetëm një çështje barazie. Ajo është gjithashtu një pengesë serioze për zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm të vendit, ku gjysma e potencialit mbetet e pashfrytzuar. Është e vërtetuar se pjesëmarrja e grave në tregun e punës sfidohet nga faktorë të shumë dhe unë nuk do t'ju them asgjë të re. Mungesa e institucioneve të përkujdesjes për fëmijë, qëndrimi ditor i pasgjedhur për fëmijët që shkojnë në shkollë dhe mos harmonizimi me orarin e punës së nënave, mungesa e transportit publik të sigurt, punësimi jo formal, përkujdesja për të moshuarit, faktorë të tjerë që burojnë nga norma kulturore, të cilat vazhdojnë t'i pengojnë gratë dhe i mbajnë ato në një rreth vicioz detyrimesh dhe angazhimi të përhershëm, duke pamundsuar pjesëmarrjen e plotë dhe zhvillimin e plotë të kapaciteteve të tyre njerëzore dhe intelektuale. Duke tentuar përjetësisht të arrijmë balancin e obligimeve të pafund, pjesëmarrja e grave në punësim mbetet e ulët, shpesh e kufizuar në sektor me produktivitet dhe paga më të ulta dhe me kushte jo të dinjitetshme pune, në mos respektim të drejtave të garantuara me legjislacion vendor dhe pa mbrojtje sociale. Studimet po ashtu tregojnë se gratë kanë më shumë gjasa të punojnë në sektor jo formal, me paga të ulta, kushte jo të sigurta dhe në mungesë të mbrojtjes ligjore. Për t'i adresuar këto sfida, deri më tani Qeveria e Republikës së Kosovës ka ndërmarrë një sër veprimesh që synojnë ta adresojnë punësimin dhe jo formalitetin, vlen të ceket subvencionimi i qeverisë për formalizimin e vendeve të punës nga ekonomia jo formale dhe rritjen e të ardhurave nga tatimet, duke u fokusuar në rritjen e punësimit prioritet për gratë. Hartimin dhe aprovimin e dokumenteve strategjike që synojnë rritjen e punësimit dhe kanë fokus gratë, si strategjia e punësimit 2024-2028, strategjia dhe plani kombëtar për zhvillim 2030, apo iniciativa e punësimit, platforma e punësimit Superpuna, që garantoj një vend pune për çdo të ri dhe të re nga mosha 18 deri 29 vjeç, ku 51% të përfituesve ishin gra dhe vajza. Apo iniciativa e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, e cila për 3 vite ndau 4.630 bursa në vlerë prej 4.6 milion euro për vajzat në STEM. Të gjitha këto veprime duhet të përcillen me monitorim të rregullt, me vlerësim të impaktit, me mbledhje të rregullt të dhënave statistikore të ndara sipas gjinisë dhe seksit. Kjo është e domosdoshme që investimet të jenë të qëndrueshme, të sigurohet vazhdimsi për karrierë profesionale për përfituesit e masave, të sigurohet ambient që garanton shëndet fizik dhe emocional të punësuarave dhe formalizim të sektorëve që punësojnë më shumë gra. Përdorimi i masave afirmative dhe promovimi një kulture të re pune që vlerëson barazinë dhe fleksibilitetin është thelbësor që zhvillimi të jetë i qëndrueshëm. Prandaj, besojmë fuqimisht se çështjet si amandamentimi i ligjit të punës në harmoni me kërkesat e vlerësimit të ndikimit gjinor, reflektimi i konceptit të buxhetimit të përgjithshëm gjinor në legjislacion dhe politika publike janë çështje prioritare për vendin tonë. Paneli, të cilin e kemi ftuar sot, do të sjellë dimensione të ndryshme dhe reflektime nga institucione të ndryshme, përfshirë edhe ato të sapo themeluara me mandat për inspektim, dhe sidomos edhe nga shoqëria civile e cila sjell inputet e punës në terren. Diskutimet e sotme do të na shërbejnë gjithashtu për procesin e hartimit të dokumentit kryesor strategjik për barazi gjinore në Kosovë, që është programi i Kosovës për barazi gjinore 2025-2035, i cili synon të jetë një program që i përgjigjet kontekstit të Kosovës, reflekton përvojën shumë dimensionale, është në harmoni me kornizat e politikës së brendshme të Kosovës, por edhe konventat ndërkombëtare dhe iniciativat globale dhe angazhimet e tjera relevante kombëtare dhe ndërkombëtare. Ju uroj diskutime të suksesshme dhe ju falenderoj për prezencën. Dje Komisioni Evropian publikoi raportin e progresit për Kosovën.
Ky raport na kujton se progresi në fushën e sigurisë në vendin e punës mbetet i kufizuar si për gratë ashtu edhe për burrat, dhe se çështja gjinore ende duhet të adresohen në mënyrë më të strukturuar për të arritur një progres real. Prandaj investimet në barazi gjinore nuk duhen të jenë vetëm përgjigje ndaj pritjeve ndërkombëtare, por edhe iniciativë e vetë institucioneve tona, por edhe e organizatave të grave nga shoqëria civile. Në Kosovë, pavarësisht përpjekjeve institucionale dhe ligjore për të promovuar punësimin e grave dhe për të garantuar kushtet e sigurta pune, të dhënat na tregojnë se gratë vazhdojnë të përballen me sfida të shumta, kryesisht diskriminimi gjinor, pasiguria në marrëdhëniet pune, ngarkesat e dyfishta mes punës së papaguar dhe kujdesjes familjare, mbetet një nga sfidat kryesore. Ngarkesa e dyfishtë që përjetojnë gratë në Kosovë nuk është thjesht një çështje sociale, por pasqyrimi një strukture më të gjerë ekonomike dhe patriarkale që përfitohet ekonomikisht nga puna e tyre. Shëndeti mendor i grave punëtore shpesh i lën jashtë politikave institucionale dhe praktikave të ndërmarrjeve private mbetet një dimension i neglizhuar. Mungesa e mbështetjes sistematike dhe trajtimi kufizuar e bën këtë çështje të nënvlerësuar, ndonse thelbësore për sigurinë dhe mirëqenien në vendin e punës. Në këtë kontekst, reformat aktuale në Kosovë përfshin hartimin e ligjit të ri të punës, programit të Kosovës për barazi gjinore 2025-2035, që janë një mundësi e rëndësishme për të adresuar mekanizmat që mos të riprodhohen prapa barazi gjinore dhe të jezohen përvojat e grave në tregun e punës. Nëse këto iniciativa vërtet synojnë harmonizimin e direktivave evropiane për barazi gjinore dhe sigurinë në punë, atëherë duhet të përfshihen në mënyrë të qartë në dimensionin e sigurisë së grave në vendin e punës. Pra mbrojtje nga dhuna, nga çmimi, garantimin e kushteve të denjta të punës dhe ndërtimin e mekanizmave efektiv të raportimit të mbështetjes. Nuk mund të ketë barazi gjinore pa një midis pune të sigurt, të drejtë dhe gjithëpërfshirës. Prandaj politikat e punësimit duhet të shkojnë përtejt standardeve minimale dhe të ndërtojnë struktura që vendosin në qendër dinjitetin dhe sigurinë, po ashtu edhe mirëqenien e grave në vendin e punës. Faleminderit edhe një herë për një prezencë të tillë. Faleminderit shumë. On behalf of the European Union in Kosovo, it is a pleasure to join you today in this important consultation on women's safety in the workplace. We are here today because women's safety, dignity and equality at work are not privilege, they are rights. They are also core European values, central to how we define justice, opportunity and respect. The European Union supports these initiatives with a simple belief: no one should ever have to choose between earning a living and feeling safe and respected at work. In Kosovo, as across Europe, achieving gender equality at work means addressing the barriers that still hold women back: limited opportunities, unsafe environments, discrimination, and unequal care responsibilities. While legal frameworks exist, implementation and coordination remain limited, and the reporting mechanisms are often not fully trusted and accessible. The EU-funded project Advancing Gender Equality and Diversity through Elimination of Gender-Based Discrimination at Workplace plays a vital role in supporting institutional capacity, awareness raising, and policy harmonization. Strengthening institutional mechanisms, including labor inspectorates, procedures to resolve workplace issues, and gender focal points is essential to protect the workers' rights effectively. Legislative alignment with the ILO standards and the EU directive must be accelerated,
ensuring that definitions of harassment and violence are comprehensive and gender sensitive. Employers must be supposed to adopt international policies on harassment prevention, provide gender-sensitive training, and create safe reporting channels. Civil society remains a key partner in monitoring awareness and victim support. Empowering women to work free from fear, discrimination, and harassment is central to Kosovo's European perspective, social justice, and sustainable economic growth. Let today's consultation strengthen our joint commitment to move from policy to practice and to ensure that every woman's safety, dignity, and potential are fully protected in the world of work. As this project approaches its conclusion, it is clear that its impact goes beyond its activities. It has brought together institutions, social partners, and civil society to discuss, design, and promote solutions for a safer and more equal workplace. It has helped open dialogue on issues that are often hidden, such as harassment, psychological pressure, and discrimination at work. And it has supported the creation of new mechanisms to respond to them. This is a momentum to recognize how far we have come, but also to look ahead. Women want their rights protected and their voice heard. Therefore, the EU will continue to stand beside them, opening doors, supporting participation, and helping women lead the future of Kosovo. Thank you.